Ambasada amerikane në Tiranë shpërndan një deklaratë rëndësishme nga sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, i cili gjatë një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban paralajmëroi masa të ashpra ndaj individëve që paraqesin kërcënim për politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të SBA-ve. Rubio sqaroi qartë se politika e revokimit vizave nuk është e kufizuar vetëm tek një kategori vizitorësh. Nëse unë identifikoj një vizitor në vendin tonë, prania e cilit përbën kërcënim për politikën tonë të jashtme dhe sigurinë kombëtare, ne do t'ia heqim vizën, theksoi ai. Ky paralajmërim përfshin student, turist, gazetar dhe çdo individ tjetër që në mënyrë direkte apo indirekte përfshihet në aktivitete që bien ndesh me interesin kombëtar të SBA-ve. Sekretari Rubio gjithashtu theksoi se revokimi i vizës mund të ndodhë edhe paraprakisht, pra para se veprimi i dëmshëm të kryhet. Në fakt, nëse do ta dinim që do të ndodhte diçka, ndoshta nuk do t'ju kishim dhënë vizën, shtoi ai gjatë konferencës për shtyp, duke nënvizuar seriozitetin e politikës amerikane ndaj rreziqeve të sigurisë. Ky qëndrim i SBA-ve reflekton një qasje më të ashpër ndaj individëve të përfshirë në aktivitete që cënojnë interesat kombëtare amerikane, duke përfshirë gjithçka nga spionimi, pjesëmarrja në krime ndërkombëtare deri tek ndikimi në proceset politike që mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare. Politika e revokimit vizave sipas Rubios është një mjet preventiv dhe paralajmërues që synon të minimizojë kërcënimet përpara se të ndodhin dhe të mbrojë qytetarët dhe institucionet amerikane. Ambasada e SBA-ve në Tiranë shpërndau këtë deklaratë duke mos shtuar komente, por duke bërë të qartë se qeveria amerikane monitoron situatën me kujdes dhe nuk do të tolerojë veprime që mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare ose që bien ndesh me politikat e jashtme të vendit. Në kontekstin rajonal dhe global, ky paralajmërim dërgon një mesazh të fortë: çdo individ apo grup që mund të paraqes rrezik për SBA-t, qoftë në aktivitet ekonomik, politik, akademik apo mediatik, mund të përballet me masa administrative të menjëhershme, përfshirë heqjen e vizave dhe kufizimin e lëvizjes ndërkombëtare. Kjo është pjesë e një strategjie më të gjerë amerikane për të mbrojtur interesat kombëtare dhe sigurinë globale, sidomos në periudha tensioni politik dhe sfidash të reja ndërkombëtare.